4 ditë, kjo protestë qytetare, kjo rezistencë paqësore ka treguar se është më e madhe se çdo individ. Për të 14 ditë kemi dëshmuar se jemi bashkë e ajo që na bën bashkë si fillim është kërkesa për dorëheqjen e Edi Ramës dhe gjithë qeverisë së tij. Edhe sot dua t'i përsëris kërkesat të cilat na përbashkojnë në këtë rezistencë, na kanë bashkuar prej ditës së parë dhe vazhdojnë të bajnë bashkë pa ndalur për 84 ditë më radhë. Pas dorëheqjes së Edi Ramës dhe qeverisë së tij, ne kërkojmë një qeveri tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor, e cila do bëj të mundur ndryshimet ligjore dhe kushtetuese, të cilat do e bëjnë Shqipërinë të lirë dhe do ja pamundsoj krimit të organizuar që të kapi zgjedhjet dhe strukturës shtetërore. Ne kërkojmë që të zhbëhen ndryshimet kushtetuese në 2008, të cilat i mundsuan partive të mëdha që të kapin sistemin elektoral. Ne gjithashtu vazhdojmë të kërkojmë, siç kemi kërkuar prej ditës së parë, shfuqizimin e ligjit 21/2024, i cili në vend se t'i mbrojë zonat e mbrojtura, i ka lënë ato të pambrojtura dhe i ka bërë të mundur oligarkisë që t'i grabëroj. Ne kërkojmë anullimin e ligjit për investitorët strategjik dhe gjithashtu kërkojmë shfuqizimin e ligjit për paketën e maleve. Dorëheqje! 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 Edhe sot, si çdo ditë tjetër, në këtë qendërzëri mund vi gjithkush për të thënë mendimin e tij, por ju lutem, të mos promovojnë bindjet personale, sepse në rast se do të promovojnë bindjet personale, politike, fetare, të gjithë secilit, atëherë kjo që do të na largojë nga qëllimi kryesor, që është dorëheqja e Ramës, qeverisë së tij dhe rrësimi i sistemit të inkriminuar politik 36 vjeçar. Ramon Bur, Perishën Bur!